Pas zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, media gjermane theksojnë se Edi Rama është në rrugë për të siguruar mandatin e tij të katërt si kryeministër. Megjithatë, ky sukses shoqërohet me një portretizim të thelluar të problematikave që shoqërojnë qeverisjen e tij. Gazeta gjermane përshkruan Ramën si një politikan të hetër për pushtet, që ka ndërtuar një aparat kontrolli të plotë mbi administratën, drejtësinë dhe mediat. Ndërkohë që ai mirëpritet në Bruksel si një figurë pro-evropiane dhe artist i pazakont, në vëmendjen e tij kritikohet për centralizim pushtetit dhe lidhje me elitat e privilegjuara. Media gjermane nënvizon se në Shqipëri ekonomia e tarafeve shpërndan leje ndërtimi dhe tendera bazuar në lidhje politik, ndërsa suksesi zgjedhor i Partisë Socialiste lidhet jo vetëm me aparatin klientelist të ngritur nga Rama, por dhe me dobësitë e opozitës të përfaqësuar nga Sali Berisha, i portretizuar si autokrat i vjetëruar dhe jo alternativë reale. Edhe radio publike Deutschlandfunk ngre pikpyetje për autoritarizimin e Ramës dhe cilëson progresin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian si sukses vetëm në letër, duke theksuar mungesën e rezultateve reale në shtetin ligjor dhe demokraci. Mediat të tjera gjermane raportojnë mbi rezultatin paraprak, ku Partia Socialiste udhëheq me rreth 53% të votave dhe Rama sipas tyre synon të çojë përpara agjendën evropiane deri në vitin 2030, ndonse vendi ende mbetet i përfshirë në akuza për korrupsion dhe kapje të institucioneve.